musliman, argumentet e Allahut janë të shumta, mirësitë e tij mbi ne janë të panumërta. Na krijoi, na furnizoi, na dërgoi pejgamber, e zbriti Kur'anin për të na mësuar rrugën e drejtë, na e dha ditën për të gjallëruar dhe punuar dhe na e dha natën për të pushuar, e nënshtroi diellin dhe hënën, e lëshoi nga qielli shiun dhe me të nxori për ne pemë dhe perime e të ndryshme me të cilet ai na furnizon. Allahu i lartësuar thot: Tebareke alladhi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura. I madhrishëm është ai i cili në qiell krijoi yje dhe në të e krijoi diellin dhe hënën ndriçuese, dhe ai është që e bëri ndrimin e natës dhe të ditës argument për atë që do të falenderoj dhe që të merr mësim nga kjo.